Të nderuar shqiptarë, të nderuar qytetarë, të nderuar kryetarë bashkisë. Po zhvillojmë sot një mbledhje jashtë rendit të ditës, të liru nga 1/3 e shqiptarëve të bashkisë Kros. Me shpresën 393, protokolla 030326, në shtetin e ligjit 115 për vetë qeverisë vendore në 53.3 firma B me këtë rendite. Mirëtimi i rendit të ditës të qendrimi institucional i Këshillës Bashkiake të Kros, mbrojtje të ekzistencës, integritetit territorial dhe interesit të komunitetit të bashkisë Kros. Kërkesa e ardhur nga shqiptarët është si më poshtë. Kërkesë për thirrjen e një mbledhje të jashtëzakonshme të Këshillit Bashkiake Kros, drejtuar kryetarit të Këshillit Bashkiake Kros, për dijenim kryetarit të bashkisë Kros, antarët të Këshillit Bashkiake Kros. Baza ligjore në 23.2 e ligjit nr. 139/2015 për vetë qeverisë vendore si dhe rregulloria e funksionit të Këshillit Bashkiake Kros. Dhëna kërkesën e të tretave antarëve të Këshillit Bashkiake për shpjegimin e objektiv më poshtë. Qëndrimi institucional i Këshillit Bashkiake në mbrojtje të ekzistencës, integritetit territorial dhe interesave të komunitetit të bashkisë Kros, të dërguar antarë të Këshillit Bashkiake. Nisur nga shqetësimi i madh publik, i krijuar pas projektit propozime dhe reformën e re administrativo-territoriale, parashikohet vjetërsimi apo shkrirja e bashkisë Kros si njësi administrative vendore. Duke konsideruar se ky zhvillim prek në mënyrë direkte interesat etike të komunitetit tonë, identitetin historik e institucional të zonës, përfaqësimin e drejtë për drejtë të qytetarëve, si dhe perspektivën e zhvillimit socio-ekonomisë të bashkisë Kros. Duke vlerësuar se Këshilli Bashkiake është organi më i lartë përfaqësues të vendimmarrës i bashkisë vendore, i cili ka detyrim kushtetues dhe ligjor të mbrojtjes së interesave të zgjedhësve të komunitetit, tekën e investimentit të kapitalit të qendrës të ndërtimit të vetë qeverisë vendore, në vërtetësinë e mbledhjes së jashtëzakonshme të Këshillit Bashkiake Kros brenda fatit të shkurtër ligjor, në sallën e mbledhjeve të Këshillit Bashkiake. Rendi i ditës i propozuar nga 1/3 e këshilltarëve është informim dhe debat institucional me propozimet e reformës administrativo-territoriale, ndikimin e tyre të drejtë për drejtë të bashkisë Kros, shqyrtim dhe miratimi i rezolutës zyrtare të Këshillit Bashkiake Kros kundër shkrirjes apo vjetërsimit të bashkisë Kros, projekti rezoluta e bashkërisë dhe kësaj procese, vendimarrje për përcjelljen e rezolutës për Kuvendit të Shqipërisë, Komisionit të Posaçëm Parlamentar për Reformën Territoriale, Këshillit të Ministrave të Drejtit të Qarkullimit. Miratimi i kalendarit për zhvillimin e konsultimeve publike me komunitetin, shoqërinë civile dhe grupet e interesit në çdo njësi administrative. Vendime me pasoja historike për të ardhmen e territorit të komunitetit tonë nuk mund të merren në mënyrë të njëanshme, pa transparencë dhe pa dënjuar zonë për përfaqësim të zgjedhur të Kros. Në pritje të institucional për kësaj përgjithësi institucionale por janë firmat e një të tretës së këshillit. Siç edhe ju jeni njohur. Atëherë, rendi i ditës u lexuar dhe unë rendin e ditës më mirë. Pro, kundër, abstenim, përpara se ne të vijojmë me diskutimet, do të kemi diskutim personal të shkurtër, pa ju marrë shumë kohë, si këngëtare e Këshillit, por edhe si kryetare njëkohësisht. Jam njohur me projektin e ligjit, jo vetëm nëpërmjet mediave, por nëpërmjet protokollit vetëm prej ditësh, gjë e cila sot ka kaluar në grupin e këshilltarëve, që duhet studiuar mirë, duhet dërguar pranë popullit, të dëgjohen gjithë popullsit tanë, të dëgjohen gjithë komuniteti i bashkisë Kros, dhe më pas mendimi im personal është që ne të mbledhemi këtu në një mbledhje të kohë si kjo sotmja dhe bashkëngjitur opinionin, propozimet, çfarë opinioni publik mendon për këtë ndarje administrative, të bashkëngjisim edhe ne opinionet edhe propozimet tona, pro kundër alternative sipas ligjit që ju keni përpara, sipas ligjit dhe në mbledhjen e ardhshme ne do dalim me një vendim unanim që ta përcjellim pranë popullit. Mbledhja në të quajtë hapur, sot nuk do të ketë nuk do të ketë votim, do të ketë opinione, do të ketë propozime, do të ketë çfarë ju qëndrim
komisionit dhe për datat, pastaj do të uleni për të votuar vendimin. Nëse kryetarja ka diçka për në fund. Kush do të janë media të hapur? Po. Komponën e mendet elektronike, komente pozitive, negative, dhe ofeza personale, individuale të tjerë. Nuk jam dhe pjesë, sepse ne nuk po votojmë për kandidatin apo për çollaku apo për komunat. Ne po jemi ngrit apo kemi ato mendimet tona për bashkinë gros. Të nderuar qytetarë, sot kam bërë natyrisht një koordinatë ato siç mendoj, i kam bërë me shkrim. Bazuar në ligjin e paraqitur të përmjatit në Kuvendin e Shqipërisë, kam analizuar disa nga faktet që paraqitrohen aty, duke krahasuar dhe sjell argumente faktike për bashkinë gros, pse do të jetë ajo bashki. Natyrisht ne nuk kemi një dokument zyrtar, ose bashkia siç e deklarohet, nuk ka një dokument zyrtar, nuk kam një pjesë përbërëse apo santar, një ndër anëtarë të funksionit gjamar me bashkimin e komunave në atë kohë, dhe nuk mund bëhet bashkimi i komunave e i bashkisë me një muj kohë, 2 muj kohë. Ato të pak të komisioni përpara që kanë start 1, start 2, kanë punuar mbi 7 muaj. Kanë marrë gjithë analizën faktike të elementet dhe unë nuk di që ka një dokument zyrtar ku thotë bashkia Klos nuk plotson këto kritere. 1, 2, 3, 4. Dhe urdhërosa të nga ka kriteret iku. Megjithatë, unë ju kam analizuar ti projekt vendimi që ka këto. Dhe kush janë faktet, cilat unë mendoj që duhet të jetë bashkë. Në draft ligj e ri duhet bashkia të ketë një nënkryetar kryetar. Po përse po bëhet reforma? Vetëm për mos me pas një kryetar, ti të përse nga paga e tij një vlerë modeste, pasi vetëm kryetari do të jetë me efekt financiar. Pra ne në ligj shkruhet vetë, pra shkruhet vetë në ligj, të heqë kryetarit dhe të administrojë nënkryetarin. Po ne jemi shoqëri e cila domosdoshmë duhet ta ketë kryetarin. Dhe imagjinoni një kryetar në një bashki shumë të madhe, me shumë halle, ai del aty që të presë njerëzit. Pra ai amaron ditën e punës saj vetëm me pritje. Po kështu e zën dhe zgjidhja. Dhe çka kemi bëu qytetarët? I kemi heqë vendimarrjen. Ne patëm komunat, ndoshta dikush e merr për punë politike, por nuk e kam pjesë politike. Patëm komunat që zëvendësuan me administratorët. Ata sot marrin një fakt më shumë se i qytetarët. Cili është përfitimi? Çfarë mirë mori komuniteti? Asnjë, vetëm si larguam shërbimin. Çfarë vendim marrë ka administratori sot, bazuar në ligjin 139/2015, apo në kryetari nesër? Thjesht menaxher, asnjë lloj kompetence. Në draft ligj thuhet se do të ketë përfaqësim proporcional. Pra, bashkisë Klosit do i lihen x antar, po themi 2-3 shpallë. Por, si gjykoni, ju nëse do të përfaqësohet qyteti Klos, do të ketë fuqi vendimarrëse të antar, ne ti të dim që në fund finale votimi ose vendimi, ose investimi, ose shërbimi, ku do të bëhet. Nëse nuk merr votat, besoj që gjithë dini se çfarë ndodhi. Shikoni sot, njësitë administrative, kanë nga 1 ose 2 përfaqësues. Mund të marrin vendim ato nëse gjithë këshilli nuk mund të jetë, si mund të jemi në raport me Partinë e Madhe. Në draft ligj thuhet do të shtohet buxheti, shërbimet, planifikimi urban. Nëse shtohet buxheti i bashkisë së re, të krijuar, që është ai që do t'i jepet asaj, do hiqet dhe do shtohen taksat, po nga ana tjetër janë shtuar kërkesat. Janë shtuar kërkesat për shtutim rrugë. Një shembull shumë thjesht. Po morëm me pastrimin e qytetit. Nëse bashkia e madhe do ta morë bashkinë tonë. Pastrimin e qytetit do ta bëjnë apo s'do ta bëjnë? Ky pastrim qyteti ka punëtor, pra ka efekt financiar, ka punëtor, ka mjetet, ka gjitha dhe çfarë ndodh? Vetëm nëse hoqë pastrimin, se i të dëgjojë bashkia e madhe s'ka çfarë bëj. Pra nëse do të bëjnë pastrim, si bashkia e vogël, si e madhe, do ta bëjnë atë, pse ma merr mund të shërbim ku unë e bëj? Çfarë do të ndryshojë pra bashkia e madhe? Çfarë? Kurse asgjë. Shikoni vetëm disa shembuj këtu javë, pasi jam pjesë më shumë e asaj faktikës. Shembulli numër 1. Ikja e prokurisë dhe gjykatës nga Burreli. Sa kosto ju ka shkaktuar banorëve? Sa mundësi kanë ato të marrin shërbim? Një person nëse i duhet të marrë një vërtetim te gjykata ose te prokuroria në Peshkopi, një ditë do të shkojë të legjizoren, ditën tjetër do të shkojë të marrin vërtetimin. Çfarë ndodh? Ja largu shërbim apo ja afro? Gjykojeni vetë. Unë jam pjesë
domethënë e kësaj që shërbimi është larguar. Shembull 2, shkrirja e usjecave apo heqja e kompetencës së menaxhimit nga bashkiet. Si doni ju, morë vetëm një shembull. Usjeci isha diçkallë, edhe sot nuk ka luajtur dy lagje. Arsyeja e heqjes së kompetencës ndaj bashkisë. Pasi po të ishte bashkia, ta kishte kompetencë ky ndaj bashkisë, do ishte më i përgjegjshëm, jo vetëm ndaj votuesve, por ndaj komunitetit, se këtu nuk bëhet fjalë për votim, pra këtu bëhet fjalë për shërbim. Shembull tjetër, kolaudimi i makinave. Në Beshkopi ishte në qendër, pse erdhi Murren? Pse nuk qumë ne kundra? Jo, ishte e mirë, se i erdhi shërbimi qytetarit aty, i kurseve, pra imagjinoni një shofer kamioni ose një shofer autobusi, do të çote mjetin atje, por efekti financiar atje. Marrim një shembull tjetër, më kështu. Nëse një pensionisti, po themi nga Keta apo ku diun, nuk do të jepet shërbimi që jepet sot, a ka mundësi ekonomike ai me një pension që mund të morë 100.000 lekë apo 102.000 lekë, shkojë dhe ta drejtin vetë pensionin në Murren, a nuk ka pasi gjatë në Murren, por thjesht ne po i shërbejmë ti komuniteti apo po ja heqim shërbimin. Një tjetër element është kanali Vaditës, i kërkohet bashkisë ujë nga fermerë, ndërkohë kur objekti nuk është inventari i bashkisë. Ndryshe ka funksionu kanali Vaditës kur ishte bordi i kullimit madh, ndryshe funksionon kur bordi i kullimit është nga Durrës. Pra nuk ka. Këto janë shembull në të cilat unë mendoj që shërbimet do të largohen nëse do ky bashkim. Gjithsesi, krahas këtyre, unë kam marrë disa nga ky projekt raport, ku është mbështetur nga trafiki, ku është mbështetur komisioni i reformës i cili ka bazuar këto elemente si më poshtë. Një, ka kushamtikat kryesore në të cilat është bazuar komisioni, që e ka heq, sepse nuk ka asgjë specifike. Ka këtu i komor. Një, thot bashki efikase. 2, kapacitete reale dhe përshtatshmëri më të madhe. 3, bashki të afta të funksionojnë në hapësirën evropiane. 4, ruajtje të identitetit vendor. 5, ekuilibër ndërmjet efikasitetit dhe afërsisë qytetare. 6, zhvillimi më të balancuar në të gjithë territorin. Unë nuk uja mos se i kam marrë me analizë, se çfarë në kuptojmë me bashki efikase. Ku janë disa pika. Unë mendoj që bashkia Kros i realizohet. Megjithatë, në projektin thotë që kryetari i bashkisë dhe administratorët e bashkisë do të japin argumentin e tyre. Ju sugjeroj që duke bazuar në të ligj dhe në këto piketa që unë kam nxjerr nga kjo, pra se çfarë do thotë, pra çfarë nuk kuptohet se cila nga pika që është, besoj që bashkia Krosit 99% i plotson. Përveç këtyre, pra që nuk po ju mërkosit se do klasin edhe të tjerë, unë mendoj se shtyllat kryesore me të cilat ekziston një bashki dhe të cilat e plotson më së miri bashkia Kros janë një potencial ekonomik dhe aftësia për të gjeneruar të ardhura. Nuk po i bëj specifike me një analizu sepse edhe do ju besnis. 2. Janë vlerat historike. 3. Pasuritë natyrore. 4. Potenciali turistik. 5. Historiku administrativ. 6. Lloji i shërbimeve që kryhet. Për ta përfunduar fjalën time, do të them vetëm këtë fjalë. Unë kur dal sot në Tofin ose në kilometri 0 si qymë në kompanisë, e shikoj tabelën Klos, ky është emri, mos ma hiqni këtë emër, që e kam bajt në Breza. Bravo! Bravo! Kush e do fjalën? Po, Edison? Unë mendoj që gjithë si qytetarë që nuk në varrime, jemi votuar nga shoku i bashkisë Kros, se kemi detyrim moral që ta mbështesim votën e Krosit kundra mbyllimit të bashkisë në çdo kushte. Mendoj që reagimi jonë duhet të jetë në dy forma. E para është forma ligjore. Ne si Këshill Bashkiak të organizojmë dëgjesa në Kryesi administrative dhe duhet të shpëtojmë një peticion ku të pyesim të gjithë banorët a janë norma kundra mbyllimit të bashkisë do. Dhe në fund ne si Këshill Bashkiak të marrim një vendim që për vendimin tim duhet të jetë unanim
kundra mbylljes së bashkisë i Vlorës. Forma tjetër e reagimit tonë është me protesta. Protesta në reagim qytetar dhe imbëthirjes të gjatëve të modeve pa parti të bashkimit të gjithë për një qëllim që të mbrojnë bashkimin Klos. Të protestojmë në Klos, në Arbët dhe pse jo në Tiranë. Thirrja ime e fundit është të qëndrojmë të gjithë së bashku për fëmijët tanë dhe për të ardhmen e brezëve të Maqedonisë. Faleminderit. Faleminderit. Ishte do fjala? Ishte do fjala tjetër? Nuk është tjetër fjala? Keni gjë për ta marrë? Keni? Përshëndetje të gjithëve. Armenia si këshik të ditë e fundit me zëra ka pasur edhe më para, po të ditë e fundit një njohë me disa dokumenta ata për këtë ndryshim që kërkohet bëhen në bashkinë tonë. Jo që është pak e çuditshme është se si ka mundësi do ndarë pak si një bombë. Nuk kemi ditur asgjë. Gjithsesi që këto pika tonë në përputhje me nenin 89 vjet, shoh që kryetari i bashkisë do të paraqesë mendimin e dy zyrtarë, e pastaj këshilli bashkiak ta shqyrtojë ta vendosë. Mendoj se kjo është një hap shumë i rëndësishëm. Ligjor që duhet të niset sa më shpejt, dhe sigurisht është shumë e rëndësishme se çfarë njerëzit mendojnë. Jo vetëm çfarë ne mendojmë, është çfarë njerëzit mendojnë. Kështu që duhet me fillu sa më shpejt me dëgjesat publike, në gjërmësi administrative, ndoshta në njësi administrative, në disa fshatra, mund të morë rastin sushit e Bulgaria, e mund t'i bëjmë në kjo. Edhe për të kuptu pakon mirë dhe çfarë njerëzit mendojnë. Ajo që është e qartë për mendimin tim është që nuk ka arsye le të themi të qarta të mbyllit. Nuk është se ka me këtu shikoj se për ato 10 arsye ju do të mbylli sepse nuk mund të funksiononi më të mbyllit. Këto arsye nuk i shoh. Shpresoj që në ditën tim kemi pak një arsyetim më të thelluar mbi këtë arsye në mbylljes, se këtu nuk gjitha dokumentet që ka dhënë Bondja nuk duhet të lexojnë pranë, por nuk kuptoj se pse do të ndodhë kjo. Ideja është sepse vetëm sepse jemi afër problemit, po kishim ndodhur vend tjetër, nuk e di, nuk e kemi të qartë. Kështu që shpresoj unë jam në pritje propozimin e kryetarit të bashkisë, paraqes mendimin e saj zyrtare dhe të argumentuar, pastaj ne si këshill mendoj që duhet si thon taku vendojmë mirë, qetësisht, pa ndalime partish, politike, ngjyrash, ta ku vendojmë, ka shohim me punën e atë që është më mirë. Faleminderit. Ka kushtet të diskutim? Po ja, tash Brezët e ashtë ka majnë në një gjanet për mirë dhe një të marrë mësën dhe përtejtë dhe përtuar të shkizmonë dhe jo për ta ne i kërinë që i ka potenciale historie që të shka edhe uroj do është më mira edhe du të ndrykon që që do diskutoj dikush tjetër? Ka diskutime të tjera. Atëherë, do të vendosim për ngritjen e komisionit për dëgjesa publike. Ketë nga të dy krahët, mund të ftoj që këshillin të jetë në dëgjesë publike, pa përjashtim të gjithë, por duhet ngritur një komision dhe këtij komisioni të jetë bashkangjitur pastaj të gjithë anëtarët e këshillit kush ka dëshirë. Ka asbija me pyet, kryetari. Pra juaj, Edison? Ishe verë? Do t'jesh verë pjesë? Nërë se si pas punën, në që se të bëhen masë roskate? Pas roskate. Po pas roskate se duham të kemi banorët të pranishëm sepse një pjesë, ata punojnë në minjera dhe në përpunë të ndryshme, kështu që pas roskate. Pa tjetër, së do të miratorë, po pa tjetër. Po grej komisionin.
tjetër? Varet çfarë punë ke Erion? Bashkia. Unë edhe kryetarja dhe mbretëre pse ne mos i bashkojmë të dy bashkë. Do të gjithë s'ka ne problema, domethënë. E di unë jam njësit në administrativë të zimër, Ne kam menduar me shumë komandë dhe kam diskutuar me kryetaren dhe me këshilltarën. Ndoshta nuk është ligjore këtu. Ndoshta. Tu nuk e thot. Jo, aty nuk e thot që ne votojmë të pjesa, por për të qenë ne të sigurt, ne po ngrej komisionin, po caktojmë datat që të japim spunto kryetares që në datat tona të bëhet edhe grupi i këshillit dhe dalin edhe këshilltarët, edhe këshilli, jemi të dy për një qëllim, t'i bëjmë të pjesa, sepse edhe ne vetë e kemi për vendimarrjen më të thjeshtë dhe më të qartë se çfarë duhet të bëjmë në mbledhjen e ardhshme që do të jetë diskutuesa. Unë kështu mendoj, e kam lexuar me vëmendje të 3 fikat dhe atyre kam shuar atyre 3 fikave shumë diskutimet me këshilltarët. Por gjithsesi ne nuk mund të kalojmë si këshill, edhe pse aty nuk është e thënë, pa bërë një dëgjesë publike me komunitetin për të pasur çfarë ata mendojnë, por të bashkëngjitemi në bashki në mënyrë që të mos e nxjerrim komunitetin 2 herë dhe të përzitet. Reforma ka treguar që bashkë rrit, nuk mund të thonë ne që kjo reformë që do të ketë problematika, do të ketë zhvillim, do të ketë histori. Kura me kohën të diskutojmë dhe japim vendimin. Arman? Patjetër. Edhe kështu do shtot shpresja akti, fjalë do jetë akt normativ, akt normative, në çdo vit të atyre kushtet të pozitiv mund të bëjnë. Atë mund të shihë institucionin e bashkisë, mund të bëjë rezultate në bashkëpunim, me koordinatorën e informimit, me presidentën e këshilltarëve, dhe pastaj mbajmë atë raportin me procesin e bashkisë si pas numërës dhe Sigurisht, dëgjesat publike do të bëhen së bashku, nuk mund të shkëmbëtirin njerëz një herë një pale, një herë pak tjetër, se s'ka sens se të bëhen së bashku. Që unë mendoj që do të jetë kundër të kryetarit, do të bashkia bëjnë një program dëgjesat publike dhe ne i bashkohemi. Jo, pa for komisione, sepse s'ka, nëse ne nuk jemi ligjërisht për këto komisione, njëtë ato, ne i bashkohemi dëgjesave që organizon bashkia. Kështu që presim ratë të bëjnë një data, të këtojmë datat dhe orët për mesit administrative, ne mëftohemi të bëjmë një pjesë. Jo, po sepse shumë ka dhe kuptim. Prandaj po i kërkoj kryetares që nëse do ta inicojë kryetaret i bashkëngjitet me ne, për ndryshe ne krejmë komisionin edhe bashkia bëhet me ne. Okej, por nëse në dhe kundërtar, gjeti dokumenti që nuk ka vlerë nëse pas nëse, që do të thotë këtiri tje ke bërë një mbledhje një dëgjesë publike, e cila nuk të shkërkuar. Bashkisja, do thënë kryetarës që ju ngarkon juve. Ne ju bashkëngjitemi. Patjetër. Po mos bëjë edhe dëgjesa që nuk kanë sens. Kjo nuk ka kohë për mundur kohë. Jo, s'ka me nesër. Pra, 10 ditë si takon sipas ligjit, ju e një shumë mirë. Caktohen datat, atëherë dhe ne i bashkëngjitemi nuk ka mos ka si kundërshtim. Por mund nga ana proceduriale do jetë saktë. Bashkëngjitemi të gjithë që bën bashkia, nuk ka kundërshtim. Të nderuar anëtarë të Këshillit Bashkiak, të dashur pjesëmarrës dhe bashkëqytetarët e mi, e di që sot jeni gjithë syeveshjes vetëm sot për disa ditësh që pritni në fakt reagimin e kryetarit të bashkisë. Reagimi i kryetarit të bashkisë është një reagim institucional. Nuk desha të bëj me dije ju të gjithë anëtarëve të Këshillit dhe të gjithëve që përpara 2 ditësh në institucionin tonë ka ardhur projekt ligji dhe propozimi i deputetëve të mazhorancës për reformën territoriale administrative. Ky propozim ka një afat kohor prej 60 ditësh që do të trajtohet nga të gjithë institucionet
brenda bashkisë të cilëve u zhvon në dispozicion, ku sipas fushave përkatëse do të bëjnë analizimin e këtij propozimi. Brenda këtyre 60 ditëve ne kemi kohën e mjaftueshme për të dalë për të gjesën publike në çdo cep të territorit, do dëgjojmë mendimin e të gjithë qytetarëve. Kështu që sipas ligjit në fuqi do shprehemi edhe me shkrim të gjithë institucioneve kompetente ku ky material që do dalë nga institucioni do të vihet në dispozicion në mënyrë më transparente të gjithë qytetarëve, por e gjithë qytetarëve që kanë dëshirë ta lexojnë. Unë duhet t'ju bëj me dije, si e zgjedhur nga të gjithë qytetarët e mi që besuan dhe votuan, që karritja e kryetarit të bashkisë nuk është instaluar për një person dhe për interesat personale të një individi aty. Kryetari i bashkisë është thjesht një shërbëtor i komunitetit të cilin e ka besuar dhe e ka votuar. Karritja e bashkisë është e qytetarëve, ashtu si institucioni i bashkisë është një institucion që jep shërbime për gjithë qytetarët pa përjashtim dhe është i qytetarëve. Unë si e zgjedhur do të jem me mendimin e qytetarëve. Nëse qytetarët do të jenë pro, do të jem pro, nëse qytetarët do të jenë kundër, do të jem kundër. Bravo. Bravo. Me leje mund të flasë? Sipas ne qytetarëve do t'ju heqë drejtë, si keni përgjesa, por duhet mos të zvarrisni përgjesa sepse koha vërtet është 6 ditë, por pastaj vitet të shpejt. Edhe ne ku bashkangjitemi të gjithë qytetarët përgjesa duhet shumë e rëndësishme të dëgjojmë komunitetin se çfarë. Po, Mendimin e kryetarës nuk një gjë shumë nga veshët. Mendimin e kryetarës e një gjova e përgëzoj. Ju s'po kuptoj akoma nuk për një gjoj. Jeni me thonë një tet që jemi kundra ose pro, nuk për kuptoj. E dy, tjetër. Unë vi nga Guribar. Edhe shatin ma shpopulloj. Kryeministri. Edhe gëja rishi kam thonë, më me. Shkollat i kolektivizoj. Mi po një shkollat, një fjallë, arsimi zero. Gjukatët po kështu mi bani. Bashkin po ma kolektivizo, atëherë po na bashkot. Atëherë presim ta bashkit dhe familje, ç'a presim na? Presim të japim të bëjmë një moshë kryeministri. Ju lutem, ngrihuni që nuk bëhet me llafe më kjo punë. Ngrihuni çka më ke përpara kryeministrisë. Ju përpara ne për mbrapa të luftojmë se kështu na mori për kamp. Ai është dem me një mendim, ju çën në Europë, çna do Europën e. Ne jemi 70% e Shqipërisë pa rrugë. Nuk kemi ku shkojmë për rrugën. Ku çon Europa kështu, çna duhet Europa. Europën kemi shku vetë ne, çna nuk ka ku kurgush. Faleminderit. Ka kushtetër që do të flasim nga ju pranisht me to. Shumë mirë. Nga qevi që në vërë të sot. Gjithë po. Dhe për një gjë të kuptoj. Nga e kamë e do. A i një mërë për të bëllë peticion dhe për të doktor, apo i një mërë dhe rrugë mame. Se gjithë bashki që janë këtë si përna jonë, të dalin në rrugë të mame. Dhe ne në ngërë shumë të mërëmë që mos në ke mungu. Se nuk ka dole të në shesh. Kjo është ka ligjë. Ose mjullë bashki. Mjullë bashki. Për nesë nuk shërbet. Nuk shërbet, zë shërbet sëtë, të shërbet pas gjakë shkurt, të shërbet ma. Si qenë për ne ma. O je sot, o hiq. Mjullë bashki. Aty në shesh që dalë si bërë gjithë burat, e gjithë njërëzit, nuk ishtë të tjerë, nuk është popë të jabu në më e ju. Që që kam bëtë? Adhe i kosh. A dalë me dalë bashki, ka dalë tjerë në shesh. Nuk kam litë, kur t'i bjenë në një. Tani, që si një mbetë, për të më peticione, vëllat nisën e kina bosta, a herë, një mbetë, një mbetë, ju vendosti qa do bani, direkt. Nuk ba tja tonë se peticion qeverisë ka. Qeveria ka më nga fshine, nga lista. Dhe ka jetë nga banë, ashtë për mërëjë, asë se diskutoni këtë që. Përna një blidi, diskutoni qa do bani. Jo peticione e gjëra tjera. Popë e dit, nuk kemi vërë shumë për popë në. Popë e ka mërë që të bani. Faleminderit. Ka një kushtetër? Që për bani.
Onorit që më përru. Grazie. Ju falenderoj.